Një zjarr ka shpërthyer pas ditën e sotme pranë fabrikës së këpucëve në fshatin Babic në Vlorë. Flakët përfshin mbeturinat e grumbulluara në afërsi të godinës së fasonerisë, duke krijuar një situatë alarmi për banorët dhe punojësit e zonës. Fatmirësisht, fal ndërhyrjes së shpejtë të forcave zjarfikse të Vlorës, situata u vënë në kontroll pa u shënuar dëme të mëdha në ambientet e fabrikës. Drejtuesi i operacionit të shuarjes së zjarrit Luan Kapaj tha për Blu Televizion se sinjalizimi ka ardhur përmes një telefonate në repartin zjarfik, ku njoftua për një zjarr në një fasoneri. Bimi zjarfik mori një telefonat për një zjarr këtu në Babic tek fabrika e fasonerisë. Menjëherë forca zjarfikse u vënë në veprim për të shkuar në vend zjarre. Në këtë vend ne konstatuam se zjarri nuk ishte brenda fabrikës, por në territor të saj, në mbeturinat që hedh kjo fabrikë. Menjëherë me forca të shumta ne bëm të mundur neutralizimin e zjarrit për mos u përhapur në objekte përreth kësaj vatre zjarri. Rrezikohesh fabrika brenda kësaj punëtor? Po patjetër se çdo lloj zjarri rrezikon objektet përreth kur përhapet zjarri, sepse në këtë lloj zjarri nuk e dim se çfarë lëndë digjet dhe mënyra e përhapjes së saj mund të jetë dhe e shpejtë dhe rrezikon objekte apo dhe njerëz rreth vatrës së zjarrit. Pa ndërhyrjes tuaj situata është e qartë. Po patjetër ne bëm të mundur neutralizimin në kohë të kësaj vatre zjarri dhe nuk ka mënyrë tjetër për të përhapur zjarrin. Nuk dihen ende shkaqet e sakta të rënies së zjarrit, por dyshohet se ai është shkaktuar nga djegja e mbeturinave në mënyrë të pakontrolluar. Autoritetet kanë nisur hetimin për të sqaruar rrethanat.